Figura e Qazim Mulletit mbetet një nga personazhet më kontradiktor në historinë shqiptare, i ndarë mes propagandës komuniste, dokumenteve historike dhe debatit publik mbi rolin e tij gjatë luftës së dytë botërore. Për dekada me radhë shqiptarët e njohën kryesisht përmes komedisë Prefekti, ku ai u paraqit si një zyrtar grotesk dhe servil, i interpretuar nga Robert Drenika. I lindur në Tiranë me 20 dhjetor 1993, Qazim Mulleti studoi në manastir në gjimnazin Zosimea, Tianinës dhe më pas në kolegjin Galatasaray të Stambollit. Ai mori pjesë në zhvillimet politike në vitet e para të shtetit shqiptar, por emri i tij mbeti i lidhur me periudhën e pushtimit fashist dhe postin e prefektit të Tiranës. Figura e tij vazhdon të shoqërohet me akuza të rënda për bashkëpunim me pushtuesit e përfshirjen në ngjarje tragjike të 4 shkurtit 1944 në Tiranë, ku u vranë 10 antifashist dhe qytetar. Këto episode mbeten ende objekt debatesh historike e politike. Megjithatë, pas viteve 90, nisi një rivlerësim më i gjerë i figurës së tij, ku historian, studiues dhe familjar u përpoqën të sjellin një tablo më të plotë të jetës së Qazim Mulletit, duke theksuar formimin e tij kulturor, rolin në administratën e hershme shqiptare, dhe faktin se figura e tij u deformua për dekada me radhë nga propaganda e realizmit socialist. Një pjesë e debatit lidhet edhe me trashëgiminë kulturore e qytetarëve të familjes Mulletit në Tiranën e vjetër, pas ardhjes së komunistëve në pushtet. Familja e tij u përsekutua për dekada, teksa shumë prej tyre kaluan vite në internim në kampet komuniste, ndërsa vetë Qazim Mulleti vdiq në mërgim në Rom në vitin 1956. Në gusht të vitit 2023, pas 67 vitesh, eshtrat e tij u rikthyen në Shqipëri nga Italia për të prehur në Tiranë pra familjes. Ceremonia e riadhesimit u organizua nga familjar, shoqata tiranëse dhe studiues, të cilët e cilësuan kthimin e tij si një përmbushje të një amaniti të kahershëm. Sot Qazim Mulleti mbetet një figurë që vazhdon të ndajë opinionin publik për disa simbolik bashkëpunime me pushtuesin, dhe për të tjerë një personazh intelektual dhe i kulturuar, por i deformuar nga propaganda komuniste dhe satira e kohës. Falenderoj Andi Kurtin për këtë hyrje që na bëri në një bisedë ku do të flasim për ish prefektin e Tiranës Qazim Mulleti, një figurë ndoshta ndër më të anatemuara të historiografisë komuniste, por edhe fal asaj komedie të famshme Prefekti ka bërë pjesën e saj për ta deformuar dhe për ta keq kuptuar rolin e tij, por edhe veprimtarinë e tij gjatë atyre viteve. Për të folur për Qazim Mulletin dhe një simpozium shkencor që do zhvillohet nesër, kam në studio Newton Mulletin. Mirëmbrëma dhe kënaqësi që pranuat ftesën për të folur për këtë aktivitet që do të zhvilloni nesër, një aktivitet që ndoshta synon të rikthejë edhe një herë në vëmendje figurën e Qazim Mulletit. Kush ishte Qazim Mulleti? Dimensionin e tij njerëzor, intelektual, por edhe të politikanit. Në atë parë shumë faleminderit për ftesën. Ndjehemi nderuar që të marr pjesë në këtë emision. Aq më tepër kur ftesa vjen nga ana juaj. Faleminderit. Shkas u bë një iniciativë e njërës për shoqatave të komunitetit autokton të Tiranës, në rastin konkret Shoqënia Tirana Autoktone, e cila kishte planifikuar organizimin e një simpoziumi shkencor për të ulumtuar dhe për të sjellë në dritë të gjithë dimensionet e figurës këtij personaliteti. Dhe kjo ftesë merr dhe mua si njëkohësisht antar i bordit të kësaj shoqate, por edhe familjar. Familjar. Tani ne dim të gjithë që Qazim Mulleti kishte vetëm një djalë, Reshitin, i cili nuk la pasardhës, nuk u martua asnjëherë, kështu që ju jeni nga kur themi nip jeni Pra Qazim Mulleti ishte vllai i madh i gjyshit tim, Hakim Mulleti, xhaxhai Timeti, siç edhe ju tha, ndoshta do kemi mundësi që ta përmendim edhe më vonë, më në detaje. Djali i tij vetëm, Reshiti, nuk krijoi familje me vetdije, sepse nga viti 48, kur edhe u shfaq komedia për herë të parë në teatrin popullor të asaj kohe në Tiranë, një javë mbasi u shfaq, bashkë me tëmën, maman e tij, zonjën Herie Mulleti, Kusi, u internuan fillimisht në kampin e përqendrimit të Tepelenës. Dhe pas mbylljes këtij kampi të tmerrshëm, u internuan në kampin e Gradishtës, në Lushnjë, për të përfunduar pastaj në kampin e Sabrës, kur kanë jetuar deri zonja Herie deri në vitin 1980, kur ndroi jetë në atë kamp, dhe Reshiti arriti të rikthehej në Tiranë në vitin 1992. Dhe siç shpreh edhe vet, unë atëherë isha në moshë, domethënë isha adoleshent, mund themi, dhe mbaj mend shumë mirë dëshmitë e tij.
përveç të afërme që sigurisht edhe i përmendin vazhdimisht, me vetdije nuk kishte krijuar familje, sepse, si shpreh vetë, nuk donte të rriste sklever të rinj, në ato kushte të tmerrshme të jetesës që ishte kjo familje, por dhe shumë familje të tjera nga familjet më të nderuara të gjithë vendit, të cilat ishin internuar në kampin e Savrës. Kush ishte Qazim Mulleti, ky njeri të cilin për fat të keq, shqiptarët e njohën vetëm përmes komedisë Prefekti, dhe gjej rastin këtu të kujtoj edhe një kërkim ndjese që ka bërë Robert Drenika, aktori që ka luajtur rolin e Prefektit. Unë në fakt mora shkas edhe nga zhvillimet e fundit për të bërë edhe një reagim nëpërmjet media social, nëpërmjet profilit në Facebook, në lidhje edhe me ndjesën që zotin Drenika ka kërkuar. Është e vërtet që është shprehur me keqardhje për rolin që vepra, domethënë komedia ashtu quajtur Prefekti, që unë do ta konsideroj dhe e përkufizoj si një komedi që vret, ndoshta e vetmja komedi si vepër artistike që ka krijuar një impakt të tillë tragjik në jetën e njerëzve, për të përfshirë në këtë komedi. Dhe në ndjesën publike që pa të kërkuar, zotin Drenika, shpet e keqarën për rolin që komedia kishte pasur në fatin tragjik që shoqoi pastaj Zojën Heria dhe Shitin. Pra është plotësisht e vërtet kjo, vetëm nga kjo komedi ata u internuan? Po, sepse janë... U kujtua sistemin 48-ën që nga familja e ish Prefektit? Po, në vitin 24, kur komunistët erdhën në pushtet, sigurisht, si që bën me shumë familje, vetëm me familjen tonë, fillimisht kaluan në procesin e shpronësimit, pra të shpronësimit pothuajse total të familjeve tona, duke lejuar vetëm qëndrimin në një pjesë të shtëpive që qoftë gjyshim, qoftë edhe familja Qazimit dispononte. Pastaj, me shfaqjen e komedisë në dhjetor të vitit 1948 nga Teatri Popullor, jo rastisht një javë mbas shfaqjes komedisë, edhe pra bashortja e Qazimit, Zoja Heria dhe i biri, djali vetëm Reshiti, pra dërgohen jo në një kamp të çfarë doshëm, por në kampin e tmerrshëm të Tepelenës. Dhe madje për të vërtetës, Reshiti ka qenë ndër dëshmitarët e parë që ka folur për kushtet e tmerrshme të jetesës në atë kamp. Unë jam vetë dëshmitar, kam dëgjuar si dëshmitar okular kur thoshte që kam varrosur me duart e mia 10 fëmijë, të cilët vdisnin për ditë në atë kamp të tmerrshëm për shkak të kushteve jashtëzakonisht domethënë të tmerrshme të jetesës, qoftë të higjienës, por edhe mungesës së ushqimit. Newton, Qazim Mulleti ishte prefekti i Tiranës, pra mund ta quajmë figura kryesore e qeverisjes së kryeqytetit. Ama ai u largua nga Shqipëria, duke braktisur, jo në një farë mënyre, po duke braktisur edhe gruan, edhe djalin. Edhe kjo është ndoshta edhe keqardhja, pengu. Reshiti është rritur, duke pasur parasysh edhe çfarë ndodhi me familjen, si u goditën. Ka qenë ndoshta një peng i madh i jetës së tij, pra që babai u rezervoi, ndoshta edhe pa dashur këtë lloj fati. Absolutisht, por për të kuptuar sepse... E ka vuajtur shumë braktisjen. Qazimi, si edhe shumë personalitete antikomuniste të kohës, që u larguan nga Shqipëria në ato muaj, pra po themi shtator, tetor, kur ishte bërë e qartë që komunistët shumë shpejt do vinin në pushtet, duhet kuptojmë se cilat ishin rrethanat që e pamundsuan marrjen e familjes. Pse nuk e mori familjen? Jo vetëm nga Qazimi, por edhe nga bashkosit e tij, pra personalitetet të tjera antikomuniste të cilët u larguan pa pasur mundësinë që të merrnin familjen. Pra, po të fillojmë në rend kronologjik, Qazimi nuk është se ishte hera parë që jetonte larg familjes. Për shkak të angazhimit të tij politik, por edhe qytetar, ai kishte qenë në emigracion politik që pas dështimit të revolucionit të qershorit. Pasi
ishte mbështetës i qeverisë së Fanole dhe ideve noliste. Dhe përpara se të vazhdojmë, sepse kam një mik që po na ndjek edhe më pyet, thot, të lutem, thot, pyet e Newtonin, a ka qenë Qazim Ulleti dëshmitar në atentatin që i bën Zogut për hesap të Italisë dhe i vran 2 truproja? Me qënë se ndoshta jende studiusit e mirë. Nuk ka qenë dëshmitar, ka qenë pjesëmarrës në atentat. Po, ka qenë pjesëmarrës, do vi edhe tek ai moment. Pas largimit nga Shqipëria, bashkë me migrantët e tjerë politik nolist, antizogist, sepse ka pasur ide të qarta republikane, nacionaliste, pra ka qenë një mbështetës ideve republikane, i Shqipërisë etnike, si shumë figurat e tjera nacionaliste të kohës, dhe për një Shqipëri europiane, pra të orientuar drejt perëndimit, me ide të qarta të orientuar drejt perëndimit. Si shumë emigrantë të tjerë politik në listë u vendosën në Vjenë, bashkë me komitetin Konaren, dhe më thënë, ku vijuan angazhimin e tyre të vazhdueshëm antizogis, pra kundër monarkisë. Në vitin 1931, kur Zogu, së bashku me ministrin e jashtëm dhe truprojnë e tij po vizitonin operën e Vjenës, Aziz Çami dhe Nok Gjeloshi kryen atentat ndaj Zogut, mirë po, ishte fati që Zogu shpëtoi, domethënë, pasi ngeli i vrarë truproja e tij dhe u plagos ministri i jashtëm, i cili për të vërtetës doli edhe ai para atentatorëve për ta mbrojtur. Ndërkohë që Qazimi dhe shumë figura të tjera të emigracionit politik shqiptar në listë në Vjenë ishin në parpavi, pra ishin bashkëpunëtor në organizimin e atentatit. Dhe pas atentatit është zhvilluar gjyqi ndaj gjithë pjesëmarrësve, përfshirë edhe ndaj Qazim Ulletit, ku fillimisht janë dënuar për përfshirë në atentat, Qazimi rastin konkret me 2 vite burgim, por pas 6 muajsh qeveria austriake ka nxjerrë një vendim amnistie të pjeshme, themi, dhe akt deportimi. Dhe pas deportimit nga Vjena, Qazimi bashkë me shumë bashkohës të vetë është vendosur në Paris. Ku në Paris është bashkëngjitur edhe vllai vet i vogël. Dhe këtu shpjegojmë edhe atë që thatë ju nuk ishte hera e parë që nuk ishte hera e parë që jetonte larg familjes, sepse është martuar me zonëherie nëpërmjet njëve të përbashkët familjeve, sepse ishin të 2 familje të vjetra, mjaft të njohura të Tiranës asaj kohe, siç ishte atëherë edhe tradita, kryesisht pra martesë me mbledhëri, dhe janë martuar në Vjenë, sepse Qazimi nuk vinte dot, nuk kthehej dot në atë, sepse ishte shpallur armik i shtetit. Dhe nuk përfitonte nga amnistia, sepse për i të vërtetës, qeveria Zogut në vitet pasardhëse nxori amnisti dhe një pjesë e nolistëve që kishin pas ide antizogiste patën mundësi të riktheheshin në Shqipëri, përfshirë edhe 2 kushrit të vetë Qazimit. Domethënë që u kthyen nga Moska, sepse një pjesë e emigracionit politik nolist që ishte në Vjenë, sidomos ato që kishin prirje ideologjike të majta, duke përfituar edhe nga bursa dhe mbështetja që qeveria sovjetike aso kohë dha, u vendosën në Moskë. Ndërkohë që Qazimi dhe disa tjerë nuk pranuan asnjëherë që të shkonin në Moskë, pasi nuk ishin ide politike të majta. Newton, është vënë drejtësia në vend për figurën e Qazim Ulletit, për këtë deformim që bëri qoftë propaganda, qoftë historiografia komuniste, po qoftë edhe kjo komedi që vazhdon të shfaqet edhe sot e kësaj dite. Ne qeshim edhe shkaktohen situata humori për shkak të folmes tironëse, po e dim se çfarë qëndron pas saj dhe deformimit figurës së ish-prefektit. Arsye pse unë përkufizoj si komedi që vret, nuk është vetëm sepse prek në fund një figurë, jo vetëm shumë të njohur kombëtari Tiranës dhe më gjerë, por sigurisht e familjarë juni, por në dritën e figurës Qazim Ulletit, pra të prefektit, të bashortësit, të djalit të tij, të cilët përmenden me emra real, pra me emra real, original në një vepër të tillë,
që në djenin time edhe në veprat e realizmit socialist, ku arti shërbente si instrument i sistemit totalitar, pra qoftë kinemaja, qoftë muzika, qoftë teatri, në shumë dimensionet veta, nuk kemi rastisur përdorim të emrave të vërtet, original të personazheve. Dhe ky përbër një përjashtim shumë, shumë të pa imagjinueshëm. Domethënë jo vetëm për ne si familjar, por besoj edhe për opinionin e gjerë. Dhe nëpërmjet qazimit, nëpërmjet bashortes tij, nëpërmjet Reshitit, të afërmit e tjerë që përmenden në komedi, në fakt shënjestrohet ajo klasa ashtu quajtur, si konsiderohet nga ana e regjimit komunist e deklasuar, klasat e rrëzuara, por edhe komuniteti i Tiranës, autoktoni i Tiranës, domethënë sepse bëhet një personifikim e identifikim i dialektit të Tiranës me vetit më negative, më të këqija të supozuara të këtij personazhi, personazheve të tjerë. Cilat janë sipas teje disa nga shtrembrimet më të mëdha që janë bërë figurës së Qazim Mulletit? Nga ana e komedisë, në përgjithësi. Sepse shqiptarët jam e bindur akoma nuk e njohin, sepse komedia vazhdon shfaqet, nuk ka ndonjë urdhër apo nuk e di a është kërkuar ndonjëherë ndalimi i transmetimit të kësaj komedie, por ajo vazhdon shfaqet edhe sot e kësaj dite dhe kush e sheh, vazhdon qesh akoma. Domethënë, sigurisht që është një komedi që është transmetuar për vite të tëra deri gjatë regjimit komunist, në televizion e vetëm shtetëror që ekzistonte, si element i vetëm dhe shumë i rëndësishëm i medias televizive atëherë si instrument propagande. Pas viteve 90, për i të vërtetës, nuk është transmetuar nga ana e televizionit publik apo edhe platformave televizive zyrtare dhe më të mëdha në vend. Vijon të jetë i pranishëm në YouTube, sikur është edhe i pranishme nëpërmjet... Të siguroj që është transmetuar, shumë vite më parë kam pasur një debat me babain, i cili e ka pas njoftë Reshitin, se ne kemi banuar, kemi qenë pothuajse komshi aty tek sheshi Avni Rustemi, unë mbaj mend shumë mirë shtëpinë e vjetër tek pazari, mund të transmetohet në vitet e para, kur ekzistonte shumë pirateri edhe në media, domethënë kur nuk ishte kristalizuar edhe sektori mediatik privat. Në fillimet e televizioneve private, ndoshta nga fund viteve 90, kur u hapën televizionet e para private dhe sektori nuk ishte rregulluar. Mbaj mend që babai që më qortonte thoshte nuk është ashtu Qazim Mulleti. Gjithashtu mbaj mend që në lagjen ku kam jetuar ka qenë edhe familja e ndimësit të vetë, e Mon Kukaleshit, familja Kukaleshit, edhe ata të në një farë mënyre jo të goditur, sepse jo si ju që ju larguan nga Tirana, por edhe ata në një farë mënyre të etiketuar nga regjimi. Absolutisht. Pra, pas vitit 90, përjashtim mund të ketë përbërë periudha e fund vitit 90, kur e dini më mirë, sepse jeni profesioniste vjetër në këtë sektor, kur sektori mediatik privat nuk ishte rregulluar ende me ligj, por de facto u hapën kanalet e para televizive private. Në ato vite, pra ta ambullisë rregullatore të para ndoshta mund të jetë transmetuar, dhe është transmetuar, tani që po kujtohem. Tani ka një lloj sensibiliteti për të mos e dhënë më. Po, por pas rregullimit të sektorit dhe pas licencimit zyrtar të mediave, qoftë kombëtare, qoftë mediave lokale, për të vërtetës ne si familjar nuk e kemi hasur më në median tradicionale televizive. Çfarë është shtrembruar më së shumti tek figura e Qazim Mulleti? Një njeri që dinte 5 gjuhë huaja, paktën kjo... Pak më shumë fakt, por është rëndësishme që... Pra, nuk ishte ajo figura ignorante siç paraqitet te komedia. Absolutisht jo, sepse flasim për një person që vinte nga një familjet kryesore të kryeqytetit, dhe me nxitjen sidomos dajës së tij, i cili ishte Mytesim Klliçi, një intelektual shumë i rëndësishëm në Tiranë dhe edhe myftiu i Tiranës dhe Kavajës në atë kohë, i cili vetë kishte studiuar në Stamboll, me nxitjen e dajës vet, jo vetëm Qazimi, por edhe gjyshim, edhe vllai i vogël Lysniu, u shkolluan në shkollat më të mira të kohës, brenda mundësive që ofronte atëherë qoftë Shqipëria, qoftë Ballkani. Vetë Qazimi arsimin e mesëm ka kryer në gjimnazin Zosimeja në Janin, ku kanë studiuar, siç e dini, edhe figura shumë të rëndësishme poliedrike të kombit, domethënë përfshirë edhe vëllezërit Frashëri dhe shumë figura tjera.
pastaj ka vjuar studimet në Kolegjin Perandorak Frankofon Galatasaray në Stamboll, i cili ekziston ende, është një nga shkollat më të mira, domethënë të Stambollit. Dhe pas dështimit të revolucionit Nolit dhe vendosjes në Vjen, ka kryer edhe studimet në Akademinë Ushtarake në Vjen. Një formim shumë i mirë, intelektual, njerëzor, arsimor. Ka dokumente në arkivin e shtetit që e zbulojnë këtë figurë? Ka. Dhe ju çfarë keni gjetur? Po, domethënë edhe nëpërmjet kërkimeve të kryer sidomos nga babai im i ndjer, Tanush Mulleti, por edhe studiues të tjerë, të cilët i kanë ndarë këto dokumente me ne, ka dokumente të shumta tek arkivi i Ministrisë së Jashtme, tek arkivi i Ministrisë së Brendshme, por edhe tek autoriteti i dosjeve, ku ka një dosje voluminoze të mbajtur edhe nga sigurimi i shtetit. Është përndjekur në Itali? Po, ka raporte që flasin për aktivitetin e tij në Itali, por edhe për aktivitetin e tij para vajtjes në Itali, të cilat përbën një bazë dokumentare shumë të rëndësishme. Është një figurë shumë interesante, pra siç u thash, me ide republikane, nacionaliste, antizogiste, dhe për të vërtetës me zogun kanë qenë edhe pothuajse bashkëmoshatar dhe kanë studiuar bashkë edhe në Kolegjin Perandorak në Galatasaray në Stamboll, por për shkak se rrugët e tyre marrin detime të ndryshme, ka të ndryshme për shkak të angazhimit politik, pastaj lind edhe ky rivalitet dhe pozicionimi i tillë. Kthehet në Shqipëri në qershor të 39-s, pra kthehet 2 muaj e pak pas pushtimit fashist të Italisë, kur i bashkohet mbas Për sa kohë mbajti detyrën e prefektit? Fillimisht emërohet kryetari i bashkisë në vitin 39 deri në 40. Në vitin 40-41 është prefekti i Tiranës, pastaj për një periudhë është prefekt edhe i Dibrës, përfshirë Dibrën e Madhe, pasi nën pushtetin italian dhe pastaj gjerman, pjesa më e madhe e tokave shqiptare në Maqedoninë e sotme bashkohen me shtetin shqiptar dhe është prefekt i Dibrës, përfshirë Dibrën e Madhe. Rikthehet pastaj prefekti i Tiranës, jep dorëheqjen mbas ngjarjeve të 4 shkurtit, 44, dhe mbas peticionit të dorëzuar nga kryesia e familjeve më të njohura të kryeqytetit, pranon të rikthehet në detyrë deri në largimin e tij përfundimtar nga Shqipëria në shtator të 44-s. Ju thatë largimi përfundimtar nga Shqipëria, në fakt 3 vjet më parë, në 2023, eshtrat e tij erdhën atë pas 67 vitesh, që nga viti 1956, kur ai u nda nga jeta në Rom të Italisë. Po, ishte një edhe dëshirë, por e kahershme e familjes tonë, por edhe një amanet, që na kishte lënë vetë djali i tij, i cili, siç u shpjegova, nuk arriti të kishte trashëgimtar të drejtë për drejtë, pasi nuk kishte dashur vetë krijonte familje në kushtet e tmeshme të internimit në Savër. Pra kishim edhe amanet nga ana e birë që eshtrat e teatrit Zoti na mundsoi fatmirësisht që ta realizonim. Dhe ndërkohë e vazhdoni ta ruani dhe të ndërtoni një figurë publike të kësaj figure historike, siç i ka munguar historiografisë shqiptare. Nesër do të mbani këtë simpozium kushtuar Qazim Mulletit, ku do të keni edhe shumë kumtesa lidhur me rolin e tij, me mënyrën se si e ka qeverisur kryeqytetin, por edhe aktivitetin e tij politik. Absolutisht. Neve në fakt si familjar, sigurisht dëshira është e përhershme dhe është e ka moshme që të dalë në pa figura e plot e Qazim Mulletit, por jemi shumë falenderues ndaj shumë personaliteteve, studiuesve, pedagogëve, jo vetëm Komunitetit Tiranës, të cilët na kanë shtyrë që të jemi të pranishëm në gjithë këto aktivitete, të kontribuojmë me ato informacione, njohuri, dokumente të cilët ne disponojmë si familjar, apo dhe dëshmi historike të personave që janë ende gjallë, pra ajo që quhet historia me gojë
Pra, Me dëshmit që me se sa më gojtë, shumë kalojmë vitet, aq më shumë. fatkeqësisht po mundohemi të regjisтрojmë dhe të mbajmë Aq më të pak në rekorde, por fatkeqësisht kalimi viteve bën punën Nesër vetë. takimi në orën 18 Tek Hotel Tirana International. tek Hotel Tirana për të gjithë ata që kanë kuriozitet të ndjekin këtë simpozium dhe për të mësuar diçka më shumë për figurën e Qazim Mulletit. Newton, falenderoj shumë që ishe në studio edhe punime të mbara nesër të kësaj konference. Faleminderit. Nderuar teleshikues, ne do të kemi pak minuta publicitet, kemi ardhur pothuajse